studentët pritet të nisin protestën e paralajmëruar në Serbi. Njohësi i sigurisë Betri Elezi thotë se sipas informacioneve, Milan Radojčić ka arritur në presidencën e Vučićit. Ai thotë se protesta dhe kundër protesta në aspektin e sigurisë trajtohen si skenare të luftës civile. Vučić dhe Moska janë të interesuara për destabilizimin e Serbisë, me qëllim të destabilizojnë të gjithë Ballkanin Perëndimor, shkruan ndër të tjera Elezi, në vijim postimi i tij plot. Milan Radojčić i shpallur non grata nga SBA dhe i kërkuar nga Drejtësia e Republikës së Kosovës, sipas informacioneve nga burime mirë të informuara, pas ka arritur në presidencën e Vučićit. Informacionet se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka angazhuar terroristin Milan Radojčić për të mbajtur atë që protestuesit tregojnë qartë se Vučić është në krye të grupeve terroriste kriminale. Serbia dhe Beogradi zyrtar sot do të sfidohen zyrtarisht, nga se protesta dhe kundër protesta në aspektin e sigurisë trajtohen si skenar të luftës civile. Vučić dhe Moska janë të interesuara për destabilizimin e Serbisë, me qëllim të destabilizimit të gjithë Ballkanit. Institucionet e inteligjencës së Republikës së Kosovës, si dhe atyre ndërkombëtare, duhen shtuar vigjilencën dhe po ashtu duhet të trajtuar me kujdes zhvillimin në Serbi, si dhe të ndërmerren operacione konkrete, kështu duke shtuar kontrolle përgjatë gjithë vijës kufitare me Serbinë, ka thënë ndër të tjera eksperti i sigurisë.